Aktiviteti politik I Bamir Topit daton që me fillimet e lëvizjes demokratike në vitin 1990. Në vitin 1996, ai zgjidhet për herë të parë deputet I Kuvendit të Shqipërisë dhe emërohet ministër I Bujqësisë dhe Ushqimit deri në vitin 1997, kur Partia Demokratike kalon në opozit. Doktor I shkencave në fushën e biologjisë molekulare, Bamir Topi zgjidhet në 3 legjislatura deputet I Kuvendit të Shqipërisë nga radhët e Partisë Demokratike. Në 2 mandate, Bamir Topi mban postin e nënkryetarit të Partisë Demokratike dhe në bazë të statutit të kësaj force politike ruan edhe pozicionin e kryetarit të grupit parlamentar demokrat për 2 legjislatura. Detyra që I ka mbajtur deri në momentin kur u zgjodh presidenti I Republikës në vitin 2007. Gjatë gjithë aktivitetit të tij politik dhe publik, Zoti Topi është vlerësuar si një politikan me profil të moderuar, I toneve të ulta, që nuk I pëlqen konfrontimet dhe që e sheh zgjidhjen e kundërshtive nëpërmjet kompromisit e marrëveshjeve. Mirëpo ka nga ata që e kritikojnë Topin për politikan konformist, deri edhe për një nënshtrim përkundrejt liderit të fortë të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Më 20 korrik, pas 4 raundesh votimi, Topi u zgjodh presidenti I Shqipërisë. Nga numërimi I votave për secilin kandidat apo alternativave të votimit, rezultoi Zoti Bamir Myrtezat Topi 85 vota. Falenderoj pamas doktor Berishën. Por shumë shpejt, zgjedhja e tij në krye të shtetit, jo pak e diskutuar aso kohë, solli edhe divorcin politik me partinë e tij. Fillimisht si qef mbetjeje në deklarata korridoreshe për plasje institucionale, për të shpërthyer në një konflikt të ashpër dhe të hapur në vitin 2011, pas 21 janarit dhe zgjedhjeve vendore të 8 majit. Bamir Topi u vu në qendër të akuzave nga kryeministri Berisha si pjesë e asaj që e quajti grupi puqist. Në ato sulme barbare, shumë e vështirë ishte të përcaktoje se çfarë do sillte minuta tjetër. Por një gjë u garantoj ju, se çdo gjë mund të sillte, por kur qëllimin kobzi të puqistëve për të marrë këshillin e ministrave. Që pas këtij momenti, marrëdhëniet e Topit me kryeministrin Berisha dhe Partinë Demokratike nuk njohun paqëtim. Nga demokratët, presidenca e Topit u sulmua si presidencë e vdekur, ndërsa vetë Topi e quajti kryeministrin Berisha komunisti I fundit në Europën lindore. Zgjedhjet e 23 qershorit do t'jenë ndoshta betejë finale e Bamir Topit me Partinë Demokratike, apo do të kemi surprizën e një aleance të momentit të fundit me Partinë MØM. Deri para pak vitesh një figurë qendrore e Partisë Demokratike, kandidat për kryebashkiak I Tiranës në zgjedhjet e vitit 2003. Siç thot Nietzsche, njeriu I lirë është fëmia I natyrës, njeriu I shtypur është turpi I natyrës. Dhe ngjela për të mos qenë turpi I natyrës, preferoi burgu, preferoi la vendosi rinë e tij në një nga burgjet më të tmerrshme të Europës, por nuk u mposh. Dhe sot vjen si një avokat I pamposhtur atyre vlerave që janë më të çmuara. Sekretar për marrëdhëniet me publikun I Partisë Demokratike, Spartak Ngjela, është sot një nga zërat më të ashpër kundër lidershipit të së djathtës. Marrëdhëniet e avokat Ngjelës me kryeministrin Sali Berisha dhe Partinë Demokratike duket se ndryshuan pas zgjedhjeve të vitit 2005 dhe formimit të qeverisë së re. I zgjedhur deputet në atë legjislaturë, Spartak Ngjela doli hapur kundër një koalicioni qeveritar me Partinë Agrare të Lufter Xhuvelit, të cilin ai nuk nguroi as pak ta quante një enverist dhe komunist 40 vjeçar dhe një kundërshtar të vendosur të lëvizjes demokratike në Shqipëri. Spartak Ngjela, një ish I dënuar politik nga diktatura komuniste, u shpreh në atë kohë se të sjellësh në qeveri një kundërshtar të tillë, sepse ka 4 vota, është gjëja më e urryer, më e papranueshme dhe më amorale në këtë lloj politike.
Në fillim të vitit 2006, përplasjet u acaruan pas kërkesës së Partisë Demokratike për të shkarkuar deputetin Ngjela nga detyra e kryetarit të Komisionit Parlamentar të Ligjeve për mospranimin e disa nismave të tij ligjore, të cilësuara në kundërshtim me kushtetutën. Kryetari i maggjorancës duhet ta di që jam në sistemin tim. Kërkoj ka kërkuar, ta kërkoj me shkrim. Unë s'di që unë nuk jam bërë kur. Readore që unë në sistemin tim. Me largimin nga Partia Demokratike, avokat Ngjela krijoi Partinë Ligj dhe Drejtësi, edhe pas zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, ju bashkua protestës së opozitës së bashkuar, drejtuar nga kryesocialisti Rama, që nga ajo periudhë Ngjela ka qenë një nga mbështetësit kryesor të protestave të opozitës që kanë kërkuar largimin e qeverisë Berisha. Principet e tij janë kushtetueshmëria, parlamentarizmi, ekonomia e tregut dhe zgjedhjet e lira.